Përshëndetje miq, mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme jemi rreth 1 orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë sot sjellin një histori prone. E në fakt kur flasim për çështjen e pronave në Shqipëri, është një kaos, por kur brenda hyn dhe mashtrimi dhe nis që nga ndërtuesi, çështja bëhet akoma më e ndërlikuar. Sot sjellim historinë e një çifti, Joana dhe Olti Hoxha, të cilët prej shumë vitesh ndodhen në banesën e tyre, do të tregojnë dhe do rrëfejnë si e kanë përfituar atë ndërtesë nga ndërtuesi, por sot po përballen me mashtrime nga ndërtuesi i pallatit, i cili ka arritur deri në pikën që ndërpresi energjinë elektrike edhe ujin. Por çfarë ka ndodhur, do të jenë vetë që do na i rrëfejnë këtë histori dhe do e denoncojnë drejt për së drejti në ekranin e Report TV. Fillimisht unë do t'i përshëndes. Përshëndetje Olti, përshëndetje Joana. Përshëndetje. Do t'jemi së bashku sot në studio dhe jeni shoqëruar edhe nga avokati juaj, zoti Agron Hitaj. Përshëndetje avokat dhe mirë se erdhe. Përshëndetje zonjë Gazete. Falenderoj që të kam sot në studio, është hera e parë që vjen në studion e emisionit Pa Gjurmë. Po, saktësisht. Do na shpjegosh komplet anën ligjore të kësaj historie, të këtij skandali që ka ndodhur, por fillimisht dua ta nis intervistën me çiftin, na tregojnë se si e përfituan këtë pronë. I dashur Olti, prona bëhet fjalë për në çfarë qyteti, në çfarë vendi të Shqipërisë që ti tregojmë të gjitha ditën e sotme, prandaj jemi në këtë studio. Pronën që unë kam bler është në qytetin e Fierit, përballë poliklinikës. Bëhet fjalë për një apartament. Po, për një apartament. Bëhet fjalë për një apartament që unë e kam marrë në 2015. Dhe mund të ma tregoni si e keni përfituar këtë apartament? Unë kam pasur një vëlla që sot është i ndier. Më vjen ka keq. E në fakt është normale. Joana, po mund ta marrësh ti fjalën. Atëherë, neve apartamentin e kemi poseduar shumë në vitin 2015, dhe i cili është marrë nga indjeri kunati jon, dhe kemi vazhduar të jetojmë që nga viti 2017, do të thënë kemi bërë punime nga viti 2015 deri në 2017 kemi bërë punime. Pra, kjo shtëpi le të themi u mor në vitin 2015 nga indjeri kunati juaj vllai i Oltit. Në fakt 2 apartamente që ishin në emrin e Oltit. Por ne poseduam vetëm një e mbajti vetë kunati dhe rishiti te i kushuriri vetë. Por flasim për pronën për apartamentin. Ne mbajtëm vetëm një apartament. Tani, në 2015 indjeri e mori, si e mori? Do të thënë e bleu? Me një kleringu. Me anë të kleringu, sepse ai punonte me dyer dritare. Sepse ndodh në Shqipëri. Siç ndodh në Shqipëri. Me hidrosanitare, pajisje të banjove, të ndërtesës pallatit që po bëhej. Kompletonte pallatin, merrte hyrje. Dhe ndërtuesi hakun, le të themi, të punës ja konvertoi në 2 apartamente. Në 2 apartamente, po. Dhe çfarë ndodhi? Indjeri në vitin 2021, indjeri ka ndërruar jetë, domethënë. Deri në këtë moment ne ishim në rregull dhe nuk kishin dalë certifikatat akoma. Por në vitin 2021 në gusht, në mos u gabofshëm, kanë dalë certifikatat e apartamenteve, por ne nuk ishim në gjendje që të merreshim me këtë pjesë dhe nuk kishim marrë një lajmërim të tillë. Dhe mbas 6 muajve të ndërimit të jetës së kunatit, Eduardit, ne kemi vajtur dhe kemi pyetur për certifikatat dhe na ka thënë që ka një problem të cilin mund ta shpjegoj dhe zoti Agron. Po, do na i shpjegoj avokati, po vetëm një pyetje dua t'i bëj. Apartamenti që u mor fillimisht në formë kleringu nga indjeri vllai juaj, si kaloi tek ju? Ishte indjeri që e kaloi në emrin tuaj? Jo, direkt pronari i pallatit. Ndërtuesi. Në bashkëpunim me vllain tuaj. Po, avokat, mund të ma shpjegosh? Më falni, po ta shpjegoj më në detaje, pasi ne jemi për këtë situatë jemi dhe në procese ligjore, qoftë në prokurorin pranë gjykatës së jurisdiksionit të përgjithshëm Fier, qoftë edhe në një proces civil në gjykatën e jurisdiksionit të përgjithshëm Fier. Ashtu siç e parashtruan edhe zonja Joana dhe Olti, në 2015 në ka lidhur këtë marrëveshja është lidhur nëpërmjet Oltit me shoqërinë ndërtuese, me administrator shtetasin Arben Çuko, dhe nëpërmjet kësaj kontrate sipërmarrje, është premtim shitje, një pasuri e ndarshme, kështu ky është parashikimi ligjor, do kalon te ky apartament nga emri i Oltis në të ardhmen, nga emri i shoqërisë në emrin e Oltit. E kuptueshme, po? Për shkak se indjeri Eduard Hoxha kryente këtë lloj aktiviteti me materiale ndërtimi të llojit hidrosanitare, ka përfituar nga kjo shoqëri 2 apartamente. Një apartament do ta përfitonte vllai vet, për të cilin i vllai ka pasur një marrëdhënie familjare midis njëri tjetrit sa përket aspektit financiar, dhe një apartament tjetër e ka përfituar djali i Xhaxhait
të Oltit, Ilir Hoxha në rastin konkret. Në 2017 vendosen fizikisht, përfundon krejtësisht Pallati dhe në apartament vendosin familjarisht të dy. Edhe Olti dhe gjatë kësaj kohe ne bënim gjithmonë punime, pyesnim inxhinierin, pyesnim ndërtuesin. Ta shpjegoj dhe Pra, prej 2017 të keni hyrë dhe keni jetoni. Fizikisht. Dhe sipas ligjit e drejta e energjisë elektrike dhe ujësjellësit fillimisht është në emër të shoqërisë. E qartë, dhe kjo është e kuptueshme. Kjo është e kuptueshme. Në 2019, konkretisht në datën 22/2019, nëpërmjet një autorizimi të administratorit shoqërisë Arben Emanuel Konstruksion Arben Çuko, i cili jo vetëm administrator, po është dhe pronar i shoqërisë, nëpërmjet një autorizimi i jep të drejtën e përdorimit të energjisë elektrike shtetasit Olti Hoxha. Pra, që nga ky moment pranohet që apartamenti është likuiduar në formën e një clearingu i cili është kryer nëpërmjet. Dhe kjo lloj metode funksionon shpesh në Shqipëri, ku shumë ndërtues nuk kanë para dhe i konvertojnë punonjësit e tyre që janë në firmë ndërtimi, duke i konvertuar me apartamente. Je i qartë deri në këtë moment. 20-30% e apartamenteve në Republikën e Shqipërisë në këtë lloj forme janë përfituar. E qartë, po. Atëherë konkretisht në datën 31 tetor të vitit 2021 ndron jetë nga një sëmundje shumë e rëndë vllai i Olti Hoxha, i ndjeri Eduard Hoxha. Dhe nga ky moment, vetëm të saktësoj edhe diçka zonja gazetare, në korrik të 2021-shit dalin certifikatat e krejt apartamenteve të pallatit. E qartë. Dhe lidhur me rastin konkret, ky shtetas ka pasur një problematik në dijenin tonë me pronarët e tokave, edhe ka pas një sigurim pa dije, ose një sekuestro, nuk mund të kryejnë të veprime të mëtejshme. Dhe gjatë kësaj kohe, duhet të marrim kontekstin kohor, që Olti Hoxha dhe në këtë kontekst ka pasur dhe vllai shumë të sëmur dhe nuk ka qenë shumë i përqendruar sa për këtë apartamenti, se ka qenë i vetëdijshëm që mbasi të regjistrohesh apartamenti në emër të shoqërisë do kalonte në emër automatikisht në emër të tij. Dhe do të theksoj diçka sepse nuk e për shkak edhe të situatës emocionale që kanë gjatë kohës që ai ka qenë i sëmur në momentet e fundit të jetës, i ka thënë të vllait që është e likuiduar gjithë apartamenti, mos u shqetëso fare për këtë pjesë. Këto janë fjalët që më ka thënë gjatë gjithë kohës, sepse unë jam dhe si avokat që po i përfaqësoni gjykatë edhe në prokurori. Në 2021-shin ndron jetë. Atëherë, ndërtuesi në keqbesim dhe në kundërshtim me ligjin, në element të përgjithshëm ose të thella të veprës penale, bën një kërkesë pranë OSHS Fier. Po lejohet ligjërisht një ndërtues që ja jep të drejtën, le themi blerësit, në çfarë lloj forme ta ketë bërë ai apartamenti pak rëndësi ka, kleringa apo me lekë në dorë, një ndërtues që ja jep një herë të drejtën, ka të drejtë shkoj prapë te OSHA për t'ia marrë të drejtë? Në aspektin ligjor, nëse kjo e drejtë, se ligji për OSHA-n ka problematikat e veta, duhet të njoftonte në radhë të parë shtetasin Olti Hoxha, lidhur nëse ai kërkon të drejtën e heqjes së përdorimit. Pra duhet ta njoftonte këtë. Dhe këtë njoftim jo vetëm që duhet ta bënte ndërtuesi, por duhet detyrim ligjor e ka OSHA Fier. Ju nga ndërtuesi dhe OSHA nuk keni marrë asnjë njoftim, për ndryshimin. Më fal, ta shpjegoj deri në fund, nuk është marrë asnjë njoftim, pasi unë në cilësinë e avokatit kam bërë kërkesa edhe pranë drejtorisë OSHA-s Fier, por edhe pranë drejtorisë së përgjithshme të OSHA-s. Dhe nga dosja që më kthim përgjigje dhe dosja dhe gjithë praktika, në gjithë praktikën nuk rezulton që të jetë njoftuar. Prandaj këtu jemi në kushtet elementeve të veprës penale, qoftë nga drejtuesi i OSHA-s dhe nga institucionet tona, por edhe nga ndërtuesi. Dhe konkretisht në datën, sipas dokumentacionit që na është vendosur në dispozicion, në datën 23/5/2022, e drejta e përdorimit i hiqet Oltit dhe kalon në emër të shoqërisë. Pra, deri në vitin nga 2022 deri më sot ju s'keni drita dhe ujë në apartament? Jo, ta shpjegoj edhe. Nga në 2022-shin ndërpritet. Dhe gjatë kësaj kohe, pra kjo e gjithë... Pra, është bërë... Më fal ta shpjegoj të lutem. Po, do flisni dhe ju do t'ju jap kohën. Gjatë kësaj kohe, ka pasur kontakte midis Oltit dhe shoqërisë ndërtues dhe administratorit Arben Çuko për kalimin e pronësisë nga emri i shoqërisë në emër të Oltit, që parashikon ligji. Dhe gjithmonë i ka shpjeguar, janë kontakte në mënyrë operative midis njëri tjetrit dhe
i ka shpjeguar që nuk mund ta kalojmë tani se kam ca probleme me hipotekën ose Agjencinë Shtetërore Kadastrës të Fierit. Gjatë gjithë kohës, por në heshtje dhe në mënyrë e ka pranuar që do ta bëj një ditë këtë kalim. Qartë. Siç e parashtrova në maj të 2022-shit i ka heqë të drejtën e përdorimit. Në vazhdimsi Olti Hoxha ka paguajtur energjinë elektrike deri në vitin 2024. Në 2024 i kërkon, vin me një propozim të ri shteta si Arben Çuko, i thotë që kjo pasuri tani ju duhet paguani përsëri pas vlerën, pasi ju nuk mund ta kaloj këtë në emrin tuaj. Pra, e gjithë situata është që jemi në kushtet ku në 2024 çmimet e apartamenteve në Republikën e Shqipërisë, kryesisht në jug të Shqipërisë, në Fier, në Vlorë, u rritën shumë lart. Dhe ai ka shfrytzuar. Ai kërkon tani që këta ta riblejnë për herë të dytë pronën. Ta riblejnë për herë të dytë pronën, përsëri. Dhe në këtë moment që nga 2022 dhe në 2024 kontakti midis Oltit dhe shoqërisë dhe administratorit shoqërisë ka qenë një kontakt normal i përditshëm dhe ajo ka justifikuar gjatë gjithë kohës që nuk mund ta kaloj se kam një problem me ASHK-n ose Agjencinë Shtetërore të Kadastrës. Unë do mundohem që ditën e sotme, gjithë nëse janë duke na ndjekur në këtë transmetim, si ndërtuesi Arben Çuko. Arben Çuko është ndërtuesi, është administrator i shoqërisë Emanuel Konstruksion, njëkohësisht është dhe themeluesi. Themeluesi, e qartë. Unë uroj dhe shpresoj që ta kemi zërin e tij, padyshim për të dëgjuar edhe versionin e këtij zotërie, por dua të pyes Olti dhe Gjoana sepse avokati Agroni më tregoi që gjatë gjithë kësaj kohe, le të themi, ju keni pasur kontakte fizike me ndërtuesin dhe dua të di çfarë të ka thënë konkretisht. Kur ti e ke takuar dhe i ke kërkuar më kalo pronën. Flasim në 2016-ën bëjshim punimet, ne avanconim me punimet sepse ishim me qera. Të futsim në ata apartament. Në shtëpi. Me ato mundësit tona kemi futur, kemi vënë lek në xhepi, kemi bërë punime atyja brenda. Nga momenti që kishtë dalë certifikata, kishtë dalë certifikata, më thotë zotëria, unë kam pak problem, thotë, po do t'a zgjidhim, më thotë. E kupton? Thotë, kam pak probleme këto certifikatat, po do t'a zgjidhim. Dhe në heshtje dhe duke ullur në për tavolina, duke gjedur, do t'a zgjidhim kështu, do t'a zgjidhim ashtu, zotëria në heshtje, unë nuk e dhja fare që e kishte heqë dritat në emrime, kupton? Qa bëjsh? Pra, kishte hequ dritat në heshtje. Duke ndruar emrin, nga emri juaj në emrin e kompanisë. Dhe unë duke paguar sërish, duke paguar po në emrin e shoqërisë. Pagoja, deri në një moment të fundit që zotëria mori një indicje, do më thënë që tha, unë atë vëllam të nuk e një fare, më tha mua, unë dua lekë të apartamentit sërishta. Për ndryshëm, tha mua, do të dalësh në shtëpi. Në fakt, kjo është e rëndë, se historia është e vërtet, që i ndjeri ka punuar aty. Unë i thash, si më the, thash una, do lekët, po ti s'më ke thënë që s'kam lekë. Pra, ne gjatë gjithë kësaj kohë ne kemi bërë punime aty, jemi takuar. Ti vetëm ke autorizuar që do të bësh punimet, po, dhe madje, bëj punimet me xhepin tënd, se ne do t'i kombesojmë. E kupton? Pra, hidrosanitaret meri tek vllai jot. Ne do t'i kombesojmë. Kur dalë certifikata, ne do t'i kombesojmë. Lyerjen bëj vetë. Vëri vetë shpenzimet se ne do t'i kombesojmë. Pra, të gjitha këto paka shumë punime që kemi bërë brenda ne me idenë se ndërtuesi do të na i kombesonte në fund, e kupton. Po në fakt u zhgënjyet. Po në fund doli totalisht një zhgënjim i madh, më tha, nuk e një vllanë tënda, ti do pagosh apartamentin, më tha, dhe madje na kërkon edhe shuma më të mëdha se që ishin në atë kohë. Sepse logjikisht, unë doja ta kisha këtë zotëri sot në transmetim, sepse logjikisht një ndërtues pa marrë një këst paraje, një këst të parë të dytë nuk lejon dikot t'i futet në apartament. Absolutisht. Kështu funksionon. Do me thonë. Rithë në studio dashur miq dhe po vazhdojmë historinë e çiftit Olti dhe Gjoana Hoxha nga qyteti i Fierit, ku ditën e sotme së bashku me avokatin e tyre zotin Agron Hitaj kanë mbritur në studion e emisionit Pa i Gjurmë dhe po tregojnë konfliktin që kanë me ndërtuesin, banesën të cilën ata e kanë marrë në vitin 2015 nga vllai i tyre i ndjer, Eduard Hoxha, i cili e ka fituar në formë kleringu atë
banesë, por sot ata po përballen me mashtrime sipas tyre. Ndërkohë, ne do të dëgjojmë këtë histori dhe ju vazhdoni të këmbgulni që jeni mashtruar nga ndërtuesi. Ai ka bërë gjithçka, mashtrim në të gjithë historinë e kësaj prone që sepse ne kemi pasur mundësinë që ai na i thoshte nëse neve nuk kemi dhënë asnjë lek për këtë apartament, sepse kemi gati 10 vjet që e posedojmë. Një herë të vetme, më përpara vitit 2022, nuk kishte mundësinë ky zotërit na thoshte që shiko se ju nuk keni bërë asnjë pagesë, ose kur shkonim që po i thoshim shiko se do bëjmë pllakat e apartamentit vet, hidrosanitaret vet, dyert vet. Ky mund të thoshte që okay, ju mund t'i bëni, por të paktën mua më jepi një këst për këtë apartament. Dhe pastaj neve të vazhdonim punimet për apartamentin. Logikisht ke të drejtë, se kështu funksionon. Dhe diçka tjetër, Odeta, në 2020 unë kam takuar personalisht me baban dhe inxhinierin, jemi takuar për para pallatit, jemi ullur, kemi pirë kafe, kemi biseduar, sepse edhe babai ishte i shqetësuar për këtë pjesën e certifikatës. Edhe i ka thënë ndërtuesit, zotëri i ka thënë, ore, ç'a bën me këto certifikatat e pallatit të djalit? Po. Se s'po jep dokumentacionin. Ai na ka thënë shprehmisht, na ka thënë do të mos ki merak sepse do të kolaudohet, do të certifikohet pallati dhe unë do t'u jap shkresat që u takojnë, na ka thënë. Pra, në momentin që do të dilte reagim na ndërtuesi apo na inxhinierit, më thoshte që ti er djalë çfarë dokumenta kërkon ti? Pra, ndërtuesi më thoshte, çfarë dokumenta kërkon ti kur ti s'ke paguar asnjë lek? Por aktualisht që flasim avokat, kanë dalë certifikatat e këtij pallati e atyre banesave? Certifikatat kanë dalë që në korrik të 2021-shit, dhe duhet të shtoj... Por apartamenti në cilën jeton çifti, në çfarë emër ka dalë? Është në emër të shoqërisë përsëri. Pra shoqëria nuk e ka kaluar apartamentin sipas ligjit, nga emri i shoqërisë në emër të shtetasit Olti Hoxha, i cili është në vlerësimin tonë është pronari pretendues e asaj pasurie. Duhet të shtoj diçka. Në 2024, në momentin që ky ndërtues ka mohuar likuidimin në natyrë të apartamentit, atëherë shtetasi Olti Hoxha, klienti im, i është drejtuar prokurorisë, drejtorisë policisë vendore Fier, ka bërë një kallëzim penal për mashtrim. Aktualisht çështja ndodhet në prokurorin pranë gjykatës shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm të Fier. Ne kemi bërë sipas parashikimeve të një ligji, kemi paraqitur prokurorisë, konkretisht prokurorit të çështjes Kristi Jorgji, indicje të cilat lidhen drejt për drejt me mashtrimin e këtij shtetasi në ngarkim të shtetasit Olti Hoxha. Dhe shpresojmë te drejtësia dhe shpresojmë thellësisht që organi akuzës pranë kësaj gjykate duhet ta thellojë hetimin jo vetëm në rastin konkret të Olti Hoxha, por edhe më thellë se kaq, sepse në rast se prokuroria bën detyrën siç e parashikon ligji, në vlerësimin tonë çështja zbardhet. Dhe mësohet e vërteta. Dhe mësohet e vërteta që jemi në kusht e mashtrimit nga administratori Arben Çuko. Unë do doja që në këtë momente regjia të më ndihmonte për t'i rënë telefonit të zotërisë Arben Çuko, ta kem dhe zilën transmetim, dua të jem transparente, për të patur edhe zërin e tij ditën e sotme në këtë studio, përballë Gjoana dhe Olti Hoxha, çifti i cili e akuzon ndërtuesin që e ka mashtruar për apartamentin që ata kanë përfituar me clearing. Zilja është duke rënë, uroj që zoti Çuko të na përgjigjet. Dhe për të patur ditën e sotme versionin e tij, për të kuptuar se çfarë ka ndodhur me historinë e kësaj prone, pasi janë të shumtë ata qytetarë të cilët realisht në ambientet e Report TV kanë trokitur dhe tregojnë që kanë probleme me ndërtuesit ku një apartament në rastin tjetër. Përshëndetje. Jo, është duke rënë zilja. Dhe po thosha që ka shumë qytetarë të cilët kanë asur probleme me ndërtuesit ku një apartamenti që kanë bler është shitur dhe për herë të dytë nga ndërtuesi. Pra skandale dhe çuditëra që ndodhin në vendin tonë dhe vazhdojnë me vite të tëra në përgjykata për të marrë një zgjidhje. Okej, e mbyllim regjia, do tentoj për ta marrë nga celulari im zotin Çuko. Do i bie në këtë moment e numrit të tij me shpresën që do më përgjigjet dhe do flasi për ta treguar se çfarë ka ndodhur pikërisht me historikun e kësaj prone.
Zoti Çuko sot është përmendur në program. Përshëndetje. Shëndetje. Me zotin Arben Çuko? Po. Më falë që u shqetësoj, unë jam Odeta Dume, një gazetare nga emisioni Pa i Gjurmë Report TV. Jam në transmetim direkt, zoti Çuko, dhe sot në studio kam të ftuar Gjoana dhe Olti Hoxha, të cilët kanë treguar historikun e pronës duke të akuzuar ty si ndërtues që i ke mashtruar për apartamentin të cilën ata e kanë përfituar me klering nga vllai i tyre indjer. Po ku e gjeni ju të drejtën që të merrim telefon mua? Unë jam një gazetare dhe në momenti që përmendën emra dhe kam denoncime, unë e kam për detyrë që të telefonoj dhe të dëgjoj dhe palën tjetër. Se kapim edhe bashkë në nuk është problem fare, po me çfarë të drejtë shkon ti se pas kanë. Me të drejtën e një gazetareje që të mësoj çfarë ka ndodhur për të di. Çështja është në proces gjyqësor, e kupton? Po pra, çështja është në proces gjyqësor, po unë desha t'ju bëja Ju s'keni për çfarë të merrni qenë në një emision tjetër pas. Po patjetër, jam në transmetim drejt për së drejti dhe dëgjoheni për të gjithë përgjigjet që unë kërkoj ditën e sotme nga ju. Ne kemi kërkuar nga zotrin të fjalë që në paraqesin se nuk bëhet fjalë fare për klering. Zoti Çuko, vetëm një pyetje kam dhe pastaj do dëgjoj me vëmendje. Zoti Olti dhe Gjoana Hoxha po më tregojnë që prej vitit 2017 deri më sot jetojnë në apartamentin që ju e keni ndërtuar. Nëse ata nuk kanë bërë pagesat, një ndërtues si mund të lërë kaq vite, një qytetar të panjohur të jetoj. Po jo unë, po të gjithë ndërtuesit e qytetit të Fierit, kështu jemi sjell dhe. Jo, zoti Çuko. Zoti Çuko, edhe ne jemi blerës dhe ne blem, por ndërtuesi im nuk më ka lënë të drejtën të jetoj 10 vite dhe mos pagoj qira. Kemi bërë ndere, kemi pasur mundësi, kemi ndihmuar. Çfarë problemi? Po për çfarë arsye mund të bësh nder një ndërtues? Nuk është kjo logjika. Kërkoni llogari për arsye që tani që bëjmë ndere në vend. Po çfarë nderi? Ju pas ka bërë nder? Çfarë nder? Asnjë nder, ne thjesht kemi bërë pagesën dhe kemi marrë apartamentin. Asnjë nder. Unë me këtë zotrin habitem, sepse ne kemi pas dy hyrje aty, të cilën njërën e kemi shitur dhe ka shitur ky me dorën e tij ka bërë shkresa tek noterja. Pra, ka qenë prezent zotria te noterja, kur është bërë shitja e hyrjes. Kjo më çudit. Si mund të shes unë pronën e këtij njeriu? A kupton? E qartë. Pra, të shesh pronën e një ndërtuesi, duke qenë ndërtuesi prezent. Po. Gazetare se s'u prezantove edhe me emrin. Odeta Dume jam, gazetare nga emisioni Pa i Gjurmë. Se ne kemi ndihmuar dhe kemi futur. Asnjë ndihmë s'ka asnjë ndihmë aty. E kemi ndihmuar. Jo. Ti ke marrë pagesën për ata apartament dhe nuk na ke ndihmuar për asnjë gjë. Ti je shlyer dhe e di shumë mirë se si je shlyer zotri. Dëgjoj mua, po atë po kërkojmë, nëse ke dokumente. Ti e di shumë mirë se si je shlyer. Ti kërkon dokumentat, një minutë. Ti kërkon dokumentat sot, sepse Eduard Hoxha nuk është në jetë. Po të ishe aq i zoti kishe kërkuar përpara ndrimit të jetës Se si kërkove para vdekjes tij. Unë kërkoj dokument si kam marrë të gjithë. Zoti Çuko, Eduard Hoxhën e keni njohur të ndjerin? Vetëm një herë kam takuar Eduard Hoxhën. A ka qenë ai pjesë e ekipit tuaj kur është ndërtuar ai pallat? Po ne pjesë e ekipit po pse? Po ç'lidhje patë? Sa mendoni se jemi njerëz të çmendur, ne si mund të. Jo, ju nuk keni njerëz të çmendur, por që keni një njerëz me zemër shumë të madhe që nuk i njihni këta njerëz dhe ju hapni derën, i fusni brenda. 2 apartamente. Si mundet që të bëj një veprim të tillë, kupton? Vetëm një njerëz të çmendur. Zoti Çuko, nuk po ta akuzoj unë, po ta akuzon çifti. Unë kërkoj zërin tënd ta kisha në studio për të qenë përballë tyre, padyshim që një gazetare ka për detyrë kur dikush I akuzohet të kontaktoj palën tjetër. Dhe qëllimi im ishte të kontaktoj edhe ta kisha zërin tuaj. Por ju do të prisni, jemi në proces gjyqësor, sa I vetë më thoshte më mirë, gjyq dhe unë e u dha në gjyq, kupton? Unë kam denoncuar atë zotëri. Jo, zoti Çuko, një pyetje kam. Zoti Çuko. Ti bëni me marrëveshje, dëgjoj, me mirë kuptim, siç bën të gjithë të tjerë. Po, a jeni të gatshëm ju për të bërë një marrëveshje? Jo, si ishte I gatshëm, sepse ne kemi vajtur e kemi takuar përpara se të arrijmë në këtë pikë. Në momentin që është certifikuar pallati, ne shikuam të gjithë debitorët dhe këta rezultonin që s'kishin paguar as I kokë legu. Edhe të tjerë në momentin që pallati u pajis me certifikat pronësie,
filluam raportimin. Zoti Çuko, ju Zoti Çuko, ju deklarua që për bamirësi një apartament të pallatit tim ja dhash këtij çifti. Mirë, po flas për apartamentin që ka probleme konkret. Dhe ju keni kaluar edhe emrin e dritave. Tani një ndërtues që nuk i paguhet para, si mund të kaloj dhe emrin? T'ja japi unë kam Po jo, se unë kam dokumenta këtu, i ka sjellë dhe avokati, Agronita i që i shoqëron ditën e sotme, e kam në studio. Dëgjoj, unë kam paraqitur tani, do më dëgjosh me vëmendje. Po të dëgjoj. Kam paraqitur dokumenta si ai janë dhe të gjithë banorët e tjerë, sepse unë kur doja të mirja një vërtetim, e kam përshuar vetë vërtetimin me dashje, më kupton, që mos të dilte Emanuel Konstruksion atje. Përderisa ai banonte atje dhe detyrimisht jo ai, po edhe disa persona të tjerë kanë paguar. Të gjithë familjarët e tjerë, më kuptove? Po, avokat, mund t'ja bësh pyetje. Bëj një pyetje, pse ja dhe të drejtën e përdorimit të energjisë elektrike në rast se ti vlerëson që nuk e ka bërë likuidimin. Pse ja dhe të drejtën e përdorimit? Të drejtën e përdorimit ashtu kam bërë dhe me të tjerë, dhe me personat të tjerë. Me personat të tjerë dhe pa. Po pse duhet kjo nuk qëndron njëra. Po pse duhet japësh kur ajo në qoftë se është bërë likuidim, kur bëhet likuidimi i krejtësisht shumës, atëherë jepet e drejtë e përdorimit derisa të regjistrohet krejtësisht pallati. Dhe të bëj një pyetje, kur është regjistruar pallati, në cilin vit? Në cilin vit është regjistruar pallati? Ka një dokument. Në cilin vit është regjistruar pallati? Te pika numër 2 që pagesa do bëhet në bankat e nivelit të dytë. Çfarë kërkon, se kuptoj se çfarë. Një pyetje kam, në cilin vit është regjistruar pallati? Cila është marrëveshja midis dy palëve? Në cilin vit është regjistruar pallati? Certifikata e pronësisë në cilin vit ka dalë? Certifikimi i pallatit? Certifikata e apartamentit objekt konflikti në cilin vit ka dalë? 2021. Nga 2021 që deri në 2024, pse nuk ja ke kërkuar qoftë me shkres, qoftë në mënyrë solemne? Urdhë? Kemi kërkuar në mënyrë verbale. Pastaj kam shuar edhe 2 shkresa zyrtare. Ç'është apartamenti tim? Asnjë shkresë zyrtare nuk ka ardhur në emër të Oltit. Asnjë shkresë nuk ekziston dhe pse pikërisht në maj të 2022-shit është pezulluar, është ndryshuar, është rikthyer përsëri emri i energjisë elektrike në emër të shoqërisë. Pse pikërisht në këtë kohë? Kur prona është në posedon është në emrin e firmës Emanuel, unë nuk e di se çfarë aktiviteti bëhesh atje. Edhe unë vajta dhe kam bërë kallëzim për këto. Po ju jeni administratori kësaj shoqërisë, si nuk e dini juve. Ju jeni themeluesi dhe administratori, të dyja bashkë keni, të dyja kompetencat. Vajta bërë kallëzim se unë nuk e di çfarë aktiviteti bëjnë ata personat që janë brenda. E kupton? Edhe nuk u regjistroj. Po pra, po pse i le kaq gjatë zoti Çuko? Sa vite? 9 vite. Nga pallati parë pa marrë lekë, kupton? Çfarë do bëjmë? Do vitem me njerëzit e emër thuaj ti. Po kjo Jo, është arrin deri në vetgjësi Arben, arrin deri Po të të gjend. lutem, mos të përcjellin këto mesazhe. Mesazhi unë do përcjellja sot. A jeni të gatshëm ju, qoftë në një ditët në vijim, të jeni i lirë për të bërë një ndërmjetësim edhe me avokatin Agronahitaj për të ulur për të diskutuar? Po atje dha, dëgjoj mua. Ne dhe gjyqtarja dha rastin, ai mund të zgjidhësh problemi, nuk kam parë me ndaj vend botës, nuk e di që të merret hyrja pa lekë, më kupton? Po pra, tek ju e dëgjova dhe unë për herë të parë, një ndërtues me zemër kaq të madhe, që të lër qytetarët kaq vite pa paguar parat. Më shumë se gjysmën e pallatit unë ashtu i kam ndihmuar. Nuk ka asnjë rast të ngjashëm, nuk ka asnjë rast të Herë ngjashëm. parë që dëgjoj, herë parë. Asnjë rast të ngjashëm nuk ka. Asnjë rast, ne një rast konkret. Se e ke thënë që na ka futur inxhinieri i pallatit. Sepse ai e mohon Eduardit na njoj, na ka futur inxhinieri i pallatit. Gjithsesi, edhe për shkak të kohës televizive, jeni i gatshëm në ditët në vijim të uleni për diskutuar, për të pirë një kafe, për të bërë një ndërmjetësim? Po çfarë ndërmjetësimi ai humbi rastin? Do ja lini gjykatës. Do ja lini gjykatës të vendosi. Ai humbi ndërmjetësimin. Pra, ju do t'ja lini gjykatës, jeni në një proces, do ja lini gjykatës. Këtë po thoni. Gjykata se çfarë do të bëhet. Dakor, Një të pyetje kam, fundit. pse ja keni pezulluar, me që jeni kaq human, pse ja keni pezulluar energjinë elektrike në vitin 2024, se po shiteni si njeri human dhe nga njëra anë lini një familje me 2 fëmijë të vegjël pa energji elektrike në mes të vitdimrit. Kur pash arrogancën që ai dënjonte të thënë përgjigje kur i çoja shkresa zyrtare? Kur e keni shkresën dhe ku është arroganca e këtij shtetasi që është
një nën punës shteti buxhetor dhe ka përfituar në gjithë jetën e vet vetëm një apartament. Ku është arroganca në rastin konkret? Se arroganca po më rezulton nga ana juaj, jo nga ana e shtetasit të Horti Hoxha. Zotëri duhet ta paguash, e kupton? Po ta ka paguajtur në 2015 nëpërmjet clearingut nga indjeri Eduard Hoxha, vllai i vet. Kjo gjë a mund të vërtetohet se fare mirë, mund të ketë plot dëshmitar që mund të paraqiten gjyq dhe vërtetojnë. Ne jemi në një proces, padyshim. Kështu që zoti Truko nuk kërkon ndërmjetësim. Ato që vërtetojnë është nëse është bërë një kontratë kleringu, nëse ai disponon që Po kështu na patë thënë ti, po bëjmë klering me të vëlla. Jemi burra dhe në moshë madhe. Mirë. Kishe burr nuk arrin Një pyetje kam më fal edhe për shkak të kohës. Ke kontratë kleringu me të tjerët? Të bëj një shkëputje, kalojmë në reklama dhe rikthehemi. Mirë, jemi rikthyer në studio, vetëm pak minuta televizive më kanë ngelur, ndërkohë që zoti Truko e deklaroi që unë nuk kërkoj ndërmjetësime të çiftin, pres të vendosi gjykata. Diçka të fundi që mund të thuash avokat? Po, faleminderit. Po bëj një përmbledhje. Gjatë qëndrimit 10 vjeçar të shtetasit Olti Hoxha dhe Gjoana Hoxha në këtë apartament, ky shtetas asnjëherë nuk ka vajt të kërkoj për likuidimin. Pra likuidimi është kryer në natyrë dhe kur flasim në natyrë në klering. E qartë. Kjo është një praktikë që ndodh gjatë gjithë Republikën e Shqipërisë dhe nuk mbaren as dokumentacione. Fatkeqësisht në të gjitha shoqëritë. Lidhur me rastin konkret, ne kemi bërë një kallëzim, konkretisht shtetasi Olti Hoxha ka bërë një kallëzim në prokurorinë pra gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier. E qartë. Dhe kallëzimi është për veprën penale të mashtrimit të këtij shtetasi në dëm të shtetasit Olti Hoxha. Dhe ne kërkojmë, përfundimisht e nderuar zonjë gazetare, që prokuroria pranë gjykatës shkallës të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier dhe konkretisht prokurori Kristi Jorgji ta thelloj hetimin dhe ta zgjeroj hetimin ashtu si parashikon kodi procedurës penale. Ky është mesazhi që ti përcjell sot për sepse edhe siç e dëgjuam edhe në telefonatën e shtetasit administratorit Arben Çuko, nuk ka qëllime për ta zgjidhur marrëveshje, por ka qëllime përfitime të paligjshme në rastin konkret. E qartë në mesazh. Një mesazh të shkurtër, më mirë kuptoni, nuk kam më kohë. Ne vetëm drejtësi sepse kemi një vit pa drita dhe pa ujë në shtëpi, me 2 fëmijë të mitër, 7 edhe 3 vjeç. Olti? Edhe unë drejtësi. Dhe uroj që të zbardhet kjo e vërtet dhe drejtësia të shkojnë në vend. Mirë, kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme dashur miq. Unë ju falenderoj që ndroat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do të takohemi sërish nesër live ora 16. Mirupafshim.